Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotri. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Jemi sot këtu për të sjellur pranë jush një analizë të një marrëdhënies që në fakt ka mbajtur mbërthyer publikun për ekranin. Kanë qenë të gjithë të shqetësuar, çfarë po ndodh me këtë çift, një çift i cili pati një martesë të suksesshme, por u përfol si një çift i cili po përjetonte një krizë martesore. Bujën e madhe e bën mediat shqiptare. Unë në fakt kam qenë pak konfuz për marrëdhënien e tyre. Nuk është se kam dhënë deklarata të forta, nuk është se kam thënë që janë të ndarë, por gjithmonë kam thënë që pas këtyre thashë themeve, pas këtyre lajmeve të reme, pas këtyre momenteve të papritura, me patjetër që fshihet një moment tjetër, fshihet një sekret. Do të flas për Ledionin dhe për Sarën. Ledioni dhe Sara kohën e fundit kanë qenë shumë të cituar në për të gjitha portalet, lajme që nuk mund të themi që në këtë rast Ledionit nuk i kanë rënë në sy, me patjetër që i kanë rënë. Lajme që nuk mund të themi që në këtë rast të Sarës nuk i kanë rënë në sy. Është përfolur shumë për to, është komentuar shumë për to. Kanë dalë analiza të ndryshme për marrëdhënien e tyre dhe le të themi çdo njeri ka dhënë deri diku versionin e tij. Dhe versioni ka sjellë te publiku le të themi një përgjigje për një ndarje. Tani, një ndarje mes një personazhi që është Ledion Liço, që mendoj lajmi vrapon pas tij, jo ai vrapon pas lajmit. Dhe Sara, një presidente në një televizion me një peshë jashtëzakonisht të rëndësishme, me patjetër që është një lajm që bie më tokë, me patjetër që është një lajm bosh dhe me patjetër që është një lajm që nuk ka argument. Që nga momenti kur Ledioni ja tha Edisës, ish banores së Big Brotherit, atë përgjigjen ku Edisa i thonte Brikenës që ty të pëlqejnë meshkujt me sy të gjelbër, Edisa asoconte në ndarjen e Ledionit dhe Sarës, Ledioni dha një përgjigje që unë e preferoj vetëm një bjonde dhe ajo është Sara ime. Nata e fundit e Big Brotherit, nata e finales, solli një surprizë të bukur për Ledionin, ku Sara kishte vënë në qendër të vëmendjes familjen dhe vlerën e Ledionit si baba në shtëpi, duke vlerësuar Ledionin në formën më të mirë të mundshme. Më pas, është komentuar edhe mos respekti i Sarës kundër drejt vjerës së saj, ka qenë një temë që në fakt është përfolur shumë. Dhe Sara pikërisht e kishte nisur këtë video me nënën e Ledionit, duke i treguar publikut që nëna e Ledionit gëzon një vend të rëndësishëm në familjen e tyre, duke i dhënë një përgjigje. Por me njëherë pas përfundimit të festës finales, u organizua festa dhe Sara Hoxha mori mikrofonin për të falenderuar të gjithë punonjësit e Top Channelit, për të falenderuar të gjithë stafin, për të treguar që është një vajzë e cila në fakt është mirënjohëse ndaj të gjithë rrugtimeve të saj. Dhe pikërisht në këtë moment Sara nuk e tha për bashortin tim, por e tha për Ledion Liço. Me njëherë u ngritën hamencimet, vazhduan portalet duke cituar, duke shkruajtur që Sara nuk i tha burr, por i tha Ledion. Dhe këtu në fakt u ngritën dyshimet e tjera. Tani, Sara siç duket, ka përzgjedhur që jetën e saj private ta mbajë tek privatja. Në asnjë mënyrë, nga informacionet që kam unë, Ledioni dhe Sara nuk kanë patur asnjë krisje. Përkundrazi, marrëdhënia e tyre është shumë e lumtur. Ato janë gjërat e tyre janë duke shkuar harmonikisht shumë mirë, po gëzojnë shumë dashuri, po gëzojnë shumë respekt për njëri tjetrin, kanë një vlerësim jashtëzakonisht të lartë për njëri tjetrin dhe kjo i bën që të jenë të veçantë në formën e tyre. Dhe pikërisht në këtë rast Sara, që t'i shuan të gjitha këto amencime dhe të mbyllë një herë për gjithmonë këto thashë theme, ka bërë një lëvizje duke bërë like në rrjetet sociale postimet e fundit të Ledionit, që nuk kupton marrëdhënia e tyre është shumë e bukur dhe marrëdhënia e tyre është fantastike. Tani, së fundmi, përpos martesës, dashurisë, respektit që Ledioni ka me Sarën, po përflitet se kush do të jetë moderatori Big Brother VIP 6 dhe
a do t'jetë Arbëri dhe Monika pjesë e panelit. Duke e parë suksesin e jashtëzakonshëm që këtë vit ka ndërtuar, do me thënë ky Big Brother, që këtë vit ka bërë ky Big Brother, unë kam thënë që Big Brotheri nuk ka qenë vetëm në shtëpi, por ka qenë edhe jashtë asaj, familjet bënin një Big Brother tjetër, Arbëri dhe Monika bënte një Big Brother tjetër, Ledioni bënte një Big Brother tjetër, banorët brenda bënin një spektakël të papar. Do me thënë, ajo që unë kam arritur të kuptoj është që Arbëri me patjetër që do t'jetë përsëri në karrigen e opinionistit, sepse për mendimin tim është një nga opinionistët më të qelluar, është 5 vite me radhë, do me thënë e njeh shumë mirë strategjinë, e njeh shumë mirë lojën e banorëve dhe e di se si të bëj komentimin e ngjarjeve dhe të jetë opinionist i qartë, do me thënë krahasuar me të Fermës, akoma nuk kanë bërë një deklaratë bomb që opinioni i tyre të zërë një vend të rëndësishëm në media. Nga ana tjetër, do me thënë thashe theme, hamencime, aludime për Monikën, unë mendoj që Monika zuri një rol të rëndësishëm në atë karige, i dha një format krejtësisht ndryshe, i dha një ngjyrë këtij Big Brotherit dhe me patjetër që do t'jetë një nga opinionistët e radhës, duke ditur formën se si Top Channel i vepron dhe se si televizioni Top Channel funksionon, unë jam i bindur që Monika Kryemadhi do të vazhdoj së kryesuari në rrugtimin e saj në Big Brother. Do me thënë do t'jetë pjesë e këtij rrugtimi kaq të bukur që solli dashuri të jashtëzakonshme te publiku shqiptar. Dhe nga ana tjetër që në këtë mes do me thënë kemi thashe theme të shumta për Ledionin, a do t'jetë pjesë e rrugës së Big Brotherit, a do t'ketë një rol në Big Brother, cili do t'jetë roli i tij në Big Brother, çfarë komentesh do të bën ai. Unë mendoj që Ledioni do t'jetë moderatori i këtij spektaklit, nuk do të kishte kush tjetër më i mirë në fakt për ta moderuar këtë Big Brother, sepse Ledioni bën një ndërthurje shumë interesante, do me thënë e bën këtë ndërthurjen e humorit me seriozitetin, ka batuta të forta, ka goditje të forta kundër drejt banorëve për lojën që ato po bëjnë, për mënyrën se si ato e sjellin lojën dhe mendoj që është personazhi më i duhur për të qenë në skenë në Big Brother. Do me thënë unë shoh edhe një herë një ripërsëritje të gjërave, në kuptimin që e shoh një Arbër për herë të 6 në këtë format, edhe pse Arbëri nëpër televizione është munduar që të tregon që duhet të kenë ndryshim të opinionistëve, por mendoj që ndryshimi duhet vi më i fortë se ai dhe duke i parë figurat e opinionistëve që kanë qarkulluar rreth e qark nëpër emisione të ngjashme, do të thënë nuk më duket një figurë tjetër që mund ta mposhtë shkathësinë e Arbërit për të qenë në nivele të këtilla. Më pas Monika që është glamuroze në këtë drejtimin me sensin e saj të humorit, me natyrën e saj fantastike që mund të jetë ideale dhe në anën tjetër Ledioni që ka një përshtatshmëri të jashtëzakonshme me atë skenë. Do me thënë gjërat po shkojnë siç duhet, çifti është jashtëzakonisht i lumtur dhe po përgatisin kastin e radhës që pritet në fakt të jetë një ndër kastet edhe më të fuqishme që ne kemi parë.